Jeton në Gjermani dhe do të fitosh para online, pa dalë në kamerë dhe pa investim të madh. Po, është e mundur. Dhe në këtë video unë do të tregoj 5 mënyra të thjeshta që mund t'i nisësh sot. Mënyra e parë është YouTube pa fytyrë. Bën video si kjo që po sheh, imazhe dhe tekst. Nuk ke nevojë të shfaqesh. Fiton nga reklamat, nga affiliate dhe nga produktet që shet më vonë. Mënyra e dytë është freelance online. Në Fiverr ose Upwork mund të ofrosh punë të thjeshta si përkthim, data entry, design ose asistencë. Fillon me punë të vogla, merr review dhe rrit çmimin me kohën. Mënyra e tretë janë produktet digjitale. Krijon PDF, template, guida ose plane pune dhe i shet në Etsy ose Gumroad. I krijon një herë dhe ato shiten shumë herë. Fitim pasiv pa asnjë rrezik. Mënyra e katërt është SaaS ose Leblab. Nëse di pak teknologji, krijon një mjet të vogël që zgjidh një problem, për shembull fatura ose forma dokumentesh për Gjermaninë. Pastaj e shet me abonim mujor. Një klient i vogël të ardhurat të qëndrueshme. Mënyra e pestë është afiliate marketing. Merr linke të produkteve, i ndan në video ose në përshkrim dhe fiton komision për çdo blerje që ndodh me atë link. Nuk ke nevojë për magazin, për stok ose për investim. Tani është radha jote. Cilën nga këto 5 mënyra do të fillosh? Shkruaj në komente fjalën P dhe abonohu për videon tjetër ku tregoj hapat konkret për të nisur.